mbeti në pak mbushje, në mbeti dhe pak oriz. Nuk e çojmë dëm, absolutisht jo. Unë do vendosë edhe kokërvez. Po, ja të marrë në frigorifer. Kemi këto vezët e kuqe, që kanë cilësi në 4 stin nga Ovital. Sa vezë të duen, do t'a bësh si omlete, si... Një vezë, do t'a pi qofte. Qim, qofte. Qofte. Një vezë, op. Okej. Si të veprojmë, kur na teprojmë thjerza, fasule, ja, këmbushja e specave? Thjesht, I riciklojmë. do t'a lë tani pak, të ftohet orizi dhe do t'i shtoj miell, pak. Por, do t'a lë pak në qetësinë e vetë, në rahatin e saj. Ti lë hapësirë, më lë pak hapësirë. Ti lëm hapësirë dhe kohë për të piksur ftohur dhe më pas qofte do të qëndrojnë më solide dhe do të kemi mundësi pastaj ti skuqim, pjekim e vendosim pastaj rrugës, si duam dhe çfarë shije do marrin ato. Ndryshe e kanë shihen kur piqen, ndryshe kur skuqen. Tani na mbeti mbushja, pak mbushje nga specat. Në fakt, ne edhe mund ta kishim planifikuar që edhe të mbeteshe, që pse jo, nëse edhe ju ndodh në shtëpi, ti ricikloni. Për shumë nga ndonjëherë ju nuk bëni për shumë kështu si gjoja, si gjasme. Hajde. Po për ditë bëjmë gjasme. Një si gjasme. Do t'i bëjmë qofte, thamë. I kemi shtuar vetëm një kokërvez mbushjes. Ndez vatrën. Marë pandimën e kësaj gjëje këtu nuk mundën do t'a zgjë. Po, se do lidhet ta masa. Që do lidhet. Lidhë si I mirë është veza, është edhe mielli. Po. Të dyja bëjmë fuqinë, kështu që I kemi qoftet më të sigurta. Jo fuqi, po është super fuqi. Marë dhe një lugë, edhe I shtoj miell. Shfarere që vjen nga energjiku. Po, tani sa mora unë disa gjethe. Ishin gjethet e tua. I prika pak, I shtypa pak, edhe kam fatin që kam këtu si një mini baqet vogël, me bim, si në një balkon, ku kemi ato vazot, dhe të paktën për një gjë jam shumë e lumtur që çdo ditë, Tereza jon ka qenë plot e plot me bim dhe ndoshta ju kemi ndikuar sadopak që t'i riktheni vëmendjen tek bimët erëzat, bimët aromatike, duke I parë ato jo thjesht si aroma të mira edhe japin shije gatimeve tona të përditshme, por mbi të gjitha për çdo vlerë që ato kanë, sepse janë dhe mbi të gjitha me shumë benefite. Kemi folur her pas here për secilën prej bimëve. Gati është bërë masa. Në vajin që nxehet, shtoj sërisht. Vaj. Ulliri. Vaj ulliri. Derisa, unë filloj edhe ndjej që akoma nuk është gati, dhe sa nuk është gati, e shoh që edhe masa është pak është fare e lëngësht. Duhet jetë e lëngësht, nuk duhet jetë, se s'ka nevojë që unë ta krijoj top formën me duar, absolutisht. Do ta shtoj lug. Mund t'i quajmë qofte me mbushjen e specave, apsera. Po këto qofte, marrin kështu emrin. Patjetër, çdo lloj, për shembull te fasulja, te bizelja, në të gjitha kjo është të bëjnë qofte. Unë mbajmon dikur gjyshja ime, kam qenë fëmijë, edhe shpesh disa gatime nuk I doja. Edhe I kthente të gjitha në qofte. Në moment që unë desha që të shkoja jashtë të gatuaja, dhe të isha në këtë profesion, ndimse, mu desh të bëja me gjëra që ngeli, me mbetjet në thojza, me mbetje, sepse nuk kanë mbetje, krijoja qofte. Dhe gjithmonë këto I donin pastaj se mjafton është që ti të sjellësh një risi. Ato nuk ishin nevojë për risin time, por
Dhe unë jam shumë e sigur që këto qofte, edhe pse dolon nga një riciklim, nga një teprit, kanë shumë shije. Nuk do t'i arrije nëse do t'i kishe bërë nga e para të të njëjtën mënyrë. Po. Kjo është për t'u të rëthën dhe ju sugjeruar që kur të bëni recetën e tavës me speca, bëni pak më tepër mbushje, që të bëni dhe recetën e qofteve. Me kos, i shoqëroni. Po. Për shembull, unë këtë recetën e specave mendoj që ta përgatis sot. Me speca, unë të gjej specat jeshile, speca për mbushje. Specat për mbushje zakonisht jeshilet janë. Dhe mos harroni të përdorni sa më shumë bimë aromatike dhe sa më shumë për shembull nga rasti që ne sollëm, nenexhik, mendër, djozëm, si të doni ju, sipas zonave nga jeni, nga po na ndiqni. Kthejmë nga të dyja anët dhe jo me nxehtësi të lartë. Jo me nxehtësi të lartë. Gjithmonë një mënyrë më e shpejtë dhe më e mirë për përgatitjen edhe të mbushjes specave është që ta parazjeni pak minuta orizin, sepse nuk ju merr dhe shumë kohë, plus ju lë atë pjesën e lëndshme. Dhe në ujë të ftohtë. Orizi më me shije është në ujë të ftohtë dhe në temperaturë të ulët. Nuk ka nevojë të marrim ujin të merr të zijej, më pas të shtojmë orizin absolutisht. Në moment që unë po lëvizja, pash që kjo qoftja këtu është e bërë gati. Pra, sepse qoftet që janë gati, shiko? Lëvizin, është dhe e dyta gati. Ose mund t'i merrni me një shpatull, buzhine t'i ktheni. Po. Do akoma. Që shikni, as nuk ngjisin, as nuk shpërbëhen, veza dhe mielli sigurisht që i lidhi goxha mirë, edhe ruajnë atë strukturën e tyre të mëparshme. Po. Derisa ato i skuqin më pas i vendosin, i pullojmë, si imja që është kështu e artë, sepse dhe gatimet e gjysheve gjithmonë kanë qenë nga duart të arta të gjysheve, i vendos një letër kuzhine për thithjen e yndyrës së vajit, i largoj. Janë në rregull. Një nga këto qofte do ta provojmë, se u bën këto qoftet. Edhe shumë kohë nuk marrin. Duan të ftohen. Se janë të gjitha të gatuara. Këto lloj qoftesh duan të ftohen, sa për djeni, e dini shumë mirë. Sepse nga ftohja është edhe mpiksja, sepse nuk është mish i grirë. Është perime. Dhe a i disa shkon me këtë recetën tjetër që unë kam. Ka kemi tjetër, e zbulojnë pak për... Një salat e shalqi.